Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarjen më të fundit. Unë nuk do ta quaj një klip, por një ngjarje. Egli Tako është duke sjellur projektin e saj të shumë përfolur. Do me thënë e prisnim që do të vinte një projekt, do të vinte një këngë, është komentuar shumë, është përfolur shumë, janë hedhur hipoteza të ndryshme në fakt se për çfarë këngë bëhet fjalë, për çfarë klipi bëhet fjalë dhe ditën e djeshme Egli Tako ka shkëputur një sekuencë të vogël nga klipi dhe ka publikuar në Instagram. Tani unë me patjetër që kam bërë një analizë të kësaj fotografie se për çfarë klipi bëhet fjalë, për çfarë këngë bëhet fjalë. Tani, kënga dhe klipi që shfaqen në fotografinë apo në video në fakt që është në Instagramin e Eglit, përcjellin një ndjesi të fortë emocionale, mes pasionit, dhimbjes edhe çlirimit shpirtëror. Domethënë Egli siç duket këtë këngë ja kushton vetëm vetes së saj. Egli Tako shfaqet në qendër të skenës me një prezencë të fuqishme dhe magnetike, duke dominuar ambientin me interpretimin e saj të thellë dhe tepër të sinqertë. Ndriçimi në nuanca të zjarta, portokalli dhe të kuqe krijon një atmosferë të rëndë dramatike, sikur çdo varg i këngës po digjet bashkë me ndjenjat që në fakt ajo përcjell. Teksti i këngës duhet të jetë melankolik, shkaku i ndriçimit që është pas, dhe do të jetë një tekst reflektues. Një histori dashurie që shuhet dhe një natë e fundit në një qytet ku kujtimet dhe premtimet kanë mbetur pezull. Vargjet flasin për ndarje, për mungesë dhe për plagë emocionale, por edhe për forcën për ta përballuar fundin. Zëri i Eglit vjen i ngrohtë, por i ngarkuar me dhimbje, duke bërë çdo fjalë të ndihet reale edhe prekse. Klipi është i kuruar me detaje artistike, banda live pasaj shton intensitetin muzikor, ndërsa lëvizjet e lehta të trupit dhe shprehja e fytyrës tregojnë një histori pa pasur nevojë për shumë fjalë në këtë mes. Kamera kap momente intime dhe plane të gjëra që bëjnë publikun të ndihet pjesë e asaj nate të fundit, pjesë e asaj ndjenje që në fakt nuk kthehet më. Në tërësi, kënga dhe klipi paraqesin Egli Takon si një artiste të pjekur me identitet të qartë dhe ndjeshmëri të thellë artistike, duke e lënë një përshtypje të fortë dhe emocionale tek çdo shikues e dëgjues. Në fakt, Egli Tako, duke që po sjellë një projekt shumë interesant, ajo pati premtuar që në ditën kur na ftoi të gjithëve për një kafe, në fakt në grupin e saj, që do të sjellë gjëra të bukura, do të sjellë projekte prestigjioze dhe atë bëri. Solli një super projekt interesant, një projekt që siç duket po pritet me shumë dashuri dhe me shumë energji të mirë nga publiku. Do të shohim se si do të jenë klikimet e këtij projektit, nuk dyshoj fare në fakt në shkatësinë e Eglit që do të merr jashtëzakonisht klikime të larta dhe do të ketë një mbështetje të madhe nga i gjithë publiku shqiptar, por mbi të gjitha do të shohim se si do të rjedh ky kombinim. Egli nuk po sjell bashkëpunim me sa shoh, do të thënë është këngë solo. Do ta kemi Eglin ton vetëm dhe do ta shijojmë në fakt këtë mrekulli që do ta sjell Egli Tako. Çfarë këngë prisni ju? Ma shkruani në koment të gjithëve, ju lutem.